Këta pasi luftuan fuqishëm me trafikantët e drogës, pasi bën çdo gjë për të ndalur ata që vrasin në këtë vend, ata që bëjnë atentate me eksploziv, pasi morën masa te shkollat që të mos feren fëmijët nga 14 vjeç, gjetën letër, gjetën boj, i tenderuan, edhe aty mund të kenë vjedhë ndonjë gjë për të më proceduar mua penalisht se pas kë kam bllokuar Tiranën. Një meme e madhe ky kryeministër, një meme e madhe ky shtet, për të kallzuar mua penalisht pse protestoj si njeri i lirë i kësaj republike. Këta jo që s'më trëmin mua në atë kallzimin, ajo është një dekorat këtu në gjoksin tim, është dekorat që kam luftuar përballë regjimit më komik në botë. Këta janë qeveria më komike në botë. Janë edhe hajdut, edhe komik. Kështu që në këtë drejtim të rinë të qetë, nuk më intimidojnë, përkundrazi në orën 5 ftoj qytetarët këtu te kryeministria.